Përshëndetje shenja binjakve. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 shkopinjt, 8 shpatat, 10 kupat, 3 monedhat. E ju filloni javën me 2 shkopinjt, një moment ku shikimi juaj shkon përtej realitetit aktual. Ju nuk jeni më në pikën ku jeni të kënaqur me se si janë gjërat. Brenda jush ka një zë që thot, ka më shumë për mua, por menjëherë si një mur i padukshëm vjen 8 shpatat. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Askush nuk po ju mban. Është mënyra se si po e mendoni situatën. Ju mund të jeni duke menduar me veten tuaj, po sikur të gaboj, po sikur të humbas atë që kam, ndoshta nuk jam gati. Dhe kështu, edhe pse horizonti është përpara jush, ju qëndroni në vend. Por pastaj hapet një dritare me kartën 10 kupat. Kjo kartë nuk vjen kot. Ajo është një konfirmim që ajo që dëshironi është reale për ju, e jo një fantazi. Dhe më pas kemi 3 monedhat që ju sjell në realitet. Kjo nuk është diçka që ndodh vetë, duhet ndërtuar hap pas hapi. Ndoshta me njerëz të tjerë, ndoshta duke kërkuar ndihmë. Pra, ju e shihni jetën që doni, por nuk po e lejoni veten ta jetoni ende. Kartat këshillojnë se ju duhet të ndaloni së besuari çdo mendim që ju frikson. Duhet të filloni me një hap të vogël konkret, një veprim që thot, për shembull, unë po e zgjedh këtë rrugë. Kalojmë në familje. Në familje kemi mbreti i kupave, mbretëresha e shpatave, 9 monedhat, 6 monedhat. Mbreti i kupave plus mbretëresha e shpatave, nënkupton se kjo është një familje ku ekziston dashuria, por edhe një nevojë për qartësi dhe kufi. Pra, mund të ketë një person shumë emocional dhe mbështetës, që është mbreti i kupave, dhe mund të jetë edhe një person tjetër më racional, më i ftohtë, por i drejtë, ama që është mbretëresha e shpatave. Ju ndoshta ndiheni mes këtyre 2 energjive dhe po mësoni si të qëndroni në mes pa humbur veten. 9 monedhat tregon diçka shumë të rëndësishme. Ju po ndërtoni një ndjenjë pavarësie. Nuk jeni më plotësisht të varur nga familja, por 6 monedhat rikthen balancën. Ka dhënie dhe marrje. Dhe kjo është pozitive për sa kohë është e drejtë. Nga ana intuitive, unë ndjej se për disa prej jush, me kartën mbretëresha e shpatave, ndoshta mund të përfaqësoni ju vetë dhe mund të manifestoni një bisedë ose debat të mundshëm për të vendosur kufi dhe drejtësi në marrëdhënie me dikë të shenjës së ujit, pra me mbretin e kupave, për shkak se ju kërkoni pavarësi me 9 monedhat. Dhe kjo nuk është një pavarësi emocionale, është edhe një pavarësi financiare më tepër, do thoja unë. Pra ju nuk dëshironi të ndiheni të varur, apo të detyruar, apo të kufizuar. Me kartën 6 monedhat, ju kërkoni drejtësi, pra kontribute të barabarta, respekt reciprok dhe një balancë ku nuk jepni më shumë se ç'merrni. Pra, ju dëshironi të jeni pjesë e familjes, por pa e humbur veten. Kartat këshillojnë se ju duhet të vendosni kufi pa u ndjerë fajtor. Mos u mbyllni emocionalisht, por as mos jepni më shumë se ç'duhet. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi gjykimi, kalorësi i monedhave, kalorësi i kupave, ylli. Në dashuri kemi një rilindje të butë, por të vërtetë.
Kjo është zemra e interpretimit në dashuri, gjykimi që hap derën. Gjykimi është për një mundësi të dytë. Gjykimi është zgjimi, është një moment i zgjimit shpirtëror. Ju nuk jeni më personi që keni qenë në dashuri. Mund të jetë një rikthim i dikujt, ose një kuptim për një lidhje aktuale ose një ndjesi. Pra mund të keni një ndjesi të tipit tani e di se çfarë dua. Më pas vjen një energji shumë e bukur dhe e rrallë, kalorësi i monedhave plus kalorësi i kupave. Dhe ky është kombinimi i stabilitetit dhe ndjenjës, jo vetëm fjalë të bukura, por edhe veprime konkrete. Kjo tregon për veprime jo të nxituara, por serioze, dhe një ndjenjë që nuk është vetëm pasion, por edhe përkushtim. Dhe mbi të gjitha, karta e yllit. Kjo është karta e shërimit. Pas zhgënjimeve, pas dyshimeve, pas plagëve, vjen një ndjenjë e pastër. Pra narrativa juaj në dashuri është se ju po kaloni nga një e kaluar që ju ka lodhur drejt një dashurie që ju qetëson. Pra, kjo lidhje ose kjo energji e re është e shëndetshme, por kërkon që ju të mos sillni frikërat e vjetra brenda saj. Kartat këshillojnë se ju duhet të besoni gradualisht. Mos e testoni dashurinë, por përjetojeni atë. Lejoni veten të shëroheni përmes kësaj lidhjeje. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 2 monedhat, 2 kupat, asi i shpatave, 4 shkopinjt. Në punë, 2 monedhat tregon që jeni duke balancuar shumë gjëra njëkohësisht. Ndoshta 2 punë, ndoshta 2 zgjedhje, ose shumë përgjegjësi. 2 kupat sjell një lidhje të mirë pune, që mund të jetë një bashkëpunim që funksionon në nivel njerëzor. Por pika kyçe është asi i shpatave, një e vërtet që del në pa, një ide, një vendim që pritet të merret, që mund të jetë edhe një komunikim i drejtë për drejtë. Dhe rezultati është 4 shkopinjt, që tregon për stabilitet, sukses, një ndjenjë arritjeje. Pra, ju po kaloni nga konfuzioni drejt një qartësie që do t'ju stabilizoj. Kartat këshillojnë se ju duhet të merrni një vendim të prerë. Mos mbani gjithçka në ajër. Një zgjedhje e qartë do t'ju çojë drejt një baze të fortë. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi izolimi. Ky është thelbi i gjithë leximit, jo sepse jeni vetëm, por sepse keni nevojë të dëgjoni veten pa zhurmë. Ju nuk jeni të bllokuar nga rrethanat, por nga mënyra se si po i përjetoni ato. Përgjigjet, më besoni që nuk do t'i gjeni jashtë, sepse ato janë brenda jush. Paçim.